5 vjet në përfaqësim të Republikës, 5 vjet me një synim të vetëm, Kosova para së gjithash. 5 vjet ku Kosova nuk ka qenë thjesht pjesëmarrëse, por partnere e aleate, bashk vendimtare, dhe shpesh edhe udhëhecëse në tryezat ku marrin formë ngjarjet e botës. Nga Washingtoni në Bruksel, nga selia e NATO-s tek kancelaritë e parlamentit më të rëndësishme të botës, Kosova ka qenë e pranishme me zë të qartë, me qëndrim të fortë dhe me dinjitet shtetëror. That is the story of Kosovo, a free, independent, sovereign, democratic, and a thriving republic. And it will be so for as long as Earth circles the sun. You say that your country is the most pro-American country in the world. Why? I don't just say it, it is, and we really wear it as a badge of honor. Marrëdhënia jonë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk është thjesht strategjike, është historike, është ekzistenciale, është themeli i sigurisë sonë. We know what American leadership can achieve because we are a living proof of it. Kosova ka qenë pjesë aktive e arkitekturës euro-atlantike të sigurisë. You have a president here who has an impact not only here in Kosovo but also in the wider region and is respected all over the European Union. And I would like to welcome your personal commitment as President of the Republic of Kosovo with its European path. I congratulate you on the constant determination, the stamina you have, and the will you show on this path forward toward the European Union. Kosovo is Europe, and to be Kosovar is to be European. Sot është një ditë historike, ky është një moment historik, po aplikojmë për antarësim në Bashkimin Evropian, duke kontribuar po kështu që edhe Bashkimi Evropian të afrohet një hap më afër jetësimit të projektit të Evropës së tërë, të lirë e në paqe. Gjatë këtyre 5 viteve, Kosova ka qenë më e pranishme se kurrë në skenën botërore. Kudo që kemi shkuar, në çdo marrëveshje që kemi nënshkruar, Kosova ka folur me guxim, me vizion dhe me leadership. Kosova ka zgjeruar e forcuar rrethin e miqve të saj. Kenya, Sudani, Siria, dhe Bahamas. 4 njohje të reja që forcojnë legitimitetin ndërkombëtar të shtetit tonë dhe e bëjnë zërin e Kosovës më të fuqishëm në botë. Zëri ynë është dëgjuar në çdo kontinent dhe jo si zë i zbet në sfond, por si zë i një vendi që dikush është dhe ku po shkon. Sepse ky ka qenë gjithmonë prioriteti ynë. Ta përfaqësojmë Republikën me dinjitet, me krenari dhe me besim të palëkundur në vetveten. We have come together to honor an exceptional personality, Sua Eccellenza Dr. Osmani Sadriu, who has demonstrated great commitment to the political development of Europe, as well as to freedom and democracy in our continent. I congratulate you on this award. It is above all a profound honor to accept this award today, an award that I humbly accept on behalf of the people of the Republic of Kosovo. Nga njohjet e reja që zgjeruan rrethin e miqve tanë, te fuqizimi i pasaportës sonë përmes marrëveshjeve të liberalizimit vizave që e hapën botën për qytetarët tanë, te partneritetet e sigurisë, ekonomisë dhe teknologjisë. Çdo hap është ndërmarrë me një qëllim të qartë, forcimin e shtetit tonë dhe ngritjen e Kosovës në nivelin që e meriton. Aplikimi ynë për antarësim në Këshillin e Evropës është një dëshmi e përkushtimit tonë ndaj vlerave demokratike, të drejtave të njeriut dhe të shtetit të së drejtës. The draft opinion is adopted. Kemi lajme të shkëlqyeshme për Kosovën në fund të samitit ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor dhe pas diskutimeve intensive me partnerët tanë, u mor vendimi që të gjitha masat t'i hiqen Kosovës. Dr. Osmani has been a driving force behind transformative initiatives advancing the women, peace and security agenda in Kosovo and beyond.
Dr. Osmani's leadership has ensured that women, peace and security agenda remains visible and vibrant at highest political level. Në Kombet e Bashkuara dhe në arenën ndërkombëtare, Kosova ka folur për të vërtetën e saj, për drejtësinë, për krimet e kryera ndaj popullit tonë, për të mbijetuarat e dhunës seksuale gjatë luftës, për dinjitetin njerëzor, sepse pa drejtësi nuk ka paqe të qëndrueshme. The victims of that regime, Mr. Vučić, are standing right here. Take a moment and apologize to them. Kosova ka qenë dhe mbetet faktor stabiliteti në rajon, por paqja kërkon qartësi, guxim dhe drejtësi. Kur siguria cënohet, Kosova flet dhe vepron qartë. Kosovo has been a full contributor to peace and stability in the region, but obviously we have a crazy neighbor that needs to be stopped now and then. Me përgjegjësi, pa hezitim, sovraniteti ynë nuk është temë diskutimi, ai është fakt i pandryshueshëm. Sot Kosova lëviz më lirshëm, bashkëpunon më gjerësisht, respektohet më fort. Kjo është puna e bërë me besimin e qytetarëve tanë për qytetarët tanë. Dhe kemi ende shumë punë përpara, sepse kur një rrugë ndërtohet me drejtim të qartë, në interes shtetëror dhe me përkushtim të sinqert, ajo rrugë nuk mund të ndalet në mes. Ajo rrugë vazhdon.